Kush lufton me kancerin nuk kthehet më kurrë njëjtë. As trupi, as shpirti, as mënyra si sheh botën. Kush lufton me kancerin nuk kthehet më kurrë njëjtë. As kur flokët bien, as kur fillojnë të rriten sërish. Depresioni të ndjek si hija jote, trupi nuk është më i yti, mendimet bëhen rrugë të errta që s'të çojnë askund. Nuk më ndodh mua. Mendon derisa tetori roz nuk është vetëm muaj i fjongove dhe sloganeve që duken aq bukur. Tetori kthehet në ulërimen që çdo grua ka për detyrë të kontrollojë gjendjen e saj, përfshir këtu dhe ty. Mendojmë, nuk më ndodh mua, deri ditën kur fjalët e mjekut, diagnostikoheni me kancer, të drejtohen ty. Dhe ti, që ke kaluar çdo ditë duke u shqetësuar për të ardhmen, për shkollën, qeran, punën, çdo gjë, por kur për shëndetin. Ke menduar se ke kohë për gjithçka. Por diagnostikimi vjen vrullshëm me operacione, trajtime, ilaçe. Pas një trajtimi vjen trajtimi tjetër. Kur mbaron, pyet veten. A ja vlen? A ja vlen të njohësh ferrin për disa vite më shumë? Po ja vlen. Ja vlen se ti je fort. Nëse jeta do të donte të rrezonte, duhet të kishte zgjedhur një kundërshtar tjetër. Unë nuk e fitova këtë luftë për t'u kthyer në të njëjtën grua. Dua të rilind, të jem më e bukur e më e fortë, sepse kush lufton me kancerin nuk kthehet më kurrë njëjtë, dhe nga ferri del vetëm ai që ka mësuar ta dojë dritën me gjithë shpirt. Ajo që shihni në foto nuk është paruke, është kurora ime e mbijetesës.